Ne do ta bëjmë këtë vend, askush nuk e bën tjetër. Tha Fatostano në 12 qershor 1991. Dhe ky angazhim u konfirmua si një kontribut konsekuent i Partisë Socialiste, qoftë kur shqiptarët na besuan të qeverisim vendin, por dhe atëherë kur qëndruam në opozitë me kontributin cilësor në konsolidimin e demokracisë në Shqipëri. Partia Socialiste ka fituar 15 nga 20 betejat elektorale në këto 35 vjet. Duke shënuar rekordin historik të padiskutueshëm, 9 fitore në 10 beteja me Edi Ramën në krye të Partisë Socialiste. Nëse dikush do më kërkonte të mblidhja në një fjali kontributin e partisë son në 35 vjet, atë do ta formuloja kështu. Partia Socialiste ka meritën kryesore në Shqipëri të bërjes shtet, me institucione funksionale, shërbime europiane, ekonomi që rritet 3 herë më e madhe ekonomia në 2025 se sa në 2013. Shoqëri me drejtësi e barazi para ligjit, një vend atrakcion turistik, e shtet me miq e partner ndërkombëtar, me cilët bashkëpunon me dinjitet në çdo plan, dhe ditë respektoj të tjerët, por duke respektuar vetveten rreth parë. Sot, fal Partisë Socialiste të Shqipërisë dhe leadershipit historik të Edi Ramës, Shqipëria është më afër se kur antarësimit në Bashkimin Evropian. Kur nuk kemi qenë më afër se sa sot. E ndërsa jemi në ditëlindje, e hedhim syt pas, kontributi socialistëve ka spikatur në momentet vështira, delikate në cilat ka kaluar Shqipëria jonë në ngjarje me ngarkesë të madhe politike.